Gjatë kohës që ne ushqemi në normalitet, trakti digestiv është gjatë gjithë kohës aktiv. Ne nisim ditën me një kafe, më pas me një mesvakt, pastaj vjen vakti kryesor i drekës e kështu me radhë. Pra, trakti jon digestiv është gjatë gjithë kohës aktiv. Mirëpo gjatë agjërimit, i gjithë trakti digestiv është duke pushuar dhe janë aktivizuar mekanizma tjerë për të marrë energji dhe për ta furnizuar trupin me energji që ne të funksionojmë normalisht. Dhe kur vjen iftari dhe ne e nisim me sasi të menjëhershme, të larta, të pakontrolluar, trakti digestiv i jon shokohet. Trakti digestiv i jon nuk është i gatshëm që ta konceptojë dhe ta procesojë si duhet gjithë atë sasi ushqimi të ardhur menjëherë në trupin tonë. Ndaj fjala e Zotit ka urtësi të shumta, fjala e dërguarit i tij ka urtësi të shumta, duhet ta nisim me qetësi, duhet ta nisim me durim, duke e nisur me disa kafshata të lehta, le të bëhemi gati për të falur namazin e akşamit, të pushojmë pak dhe ta marrim të ngrënurit gradualisht derisa të plotësojmë nevojën tonë që është krijuar gjatë ditës me agjërimin.